Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. E falenderoj Allahun krijuesin absolut, atë i cili na dha begati të shumta në jetën e kësaj bote, e kulminacioni begative është se na bëri pjesëtar të dinit islam, fesë e vetme e cila është e zbritur prej Zotit dhe është e pranuar tek Ai, siç Allahu tha: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati lamina al-khasirin." Në surën Al Imran, Allah Azza wa Jall e definon dhe kufizon që feja e vetme e pranuar tek Ai është Islami, dhe kush kërkon ndonjë fe tjetër jashtë fesë islame, atij kurse nuk do t'i pranohet, dhe në botën tjetër do t'jetë prej të humburve. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë shëmbëltyrës së umetit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi si udhëzues dhe ndriçues i njerëzve në rrugën e drejtë dhe të pastërt. Erdhi për t'i orientuar njerëzit drejt Allahut Azza wa Jall dhe shpëtimit në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Vëllezër dhe motra të respektuara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në takimet tona javore, që kanë të bëjnë me seri të ligjëratave të cilën e kemi titulluar "Me trego për Islamin", e që në bazë ka hadithin e pejgamberit a.s. që ndryshe quhet edhe hadithi i Gjibrilit, ku Gjibrili pyet Muhammedin a.s. pyetje themelore bazike në Islam, për Islamin, për imanin, për ihsanin e pastaj dhe për shenjat e kiametit. Dhe neve kemi elaboruar deri me tani pjesën ndërmuese të këtij hadithi, duke u përqendruar tashmë tek shenjat e kiametit, ku i kemi ndarë në shenjat e vogla të kiametit, shenjat të cilat kanë ndodhur, shenjat të cilat janë duke ndodhur dhe shenjat të cilat pritet që të ndodhin. Dhe pastaj kemi kaluar tek shpjegimi i shenjave të mëdha të kiametit. Kemi filluar me Dejjalin dhe pastaj shenja e dytë sipas përshkrimit të pejgamberit a.s. është nuzulu Isa ibn Maryam. Është zbritja, pas Dejjallit është zbritja e Isait a.s. birit të Mërjemës. Të nderuar vëllezër besimtarë, para se të hyjmë tek tematika e zbritjes së Isës a.s. është e nevojshme, është e domosdoshme që të elaborojmë sadopak disa të vërteta rreth Isës a.s. dhe të shpërfaqim disa keq kuptime të cilat pra janë të lidhura me këtë figurë të ndritshme të Islamit. Isa a.s. që në mesin e krishterëve quhet Jezus. Andaj, a kemi ne si musliman të drejtë të flasim për këtë figurë apo jo? Sepse një pjesë e madhe njerëzve thonë se është figurë krishtere. Kurse neve, si musliman, kemi të drejtë të flasim për Isën a.s. në dy aspekte. E para aspekti fetar dhe e dyta aspekti të drejtës njerëzore. Sa i përket aspektit fetar, ne jemi më parsor të flasim për Isën a.s. apo Jezusin, siç e quajnë të krishterët, sepse ai ishte profet i Allahut Azza wa Jall. Sepse ai ishte i dërguar i Allahut subhanahu wa taala tek Beni Israilët. Dhe ai ishte prej muslimanëve. Dhe ai thirrri në dinin e Allahut subhanahu wa taala si çdo pejgamber tjetër. Ndonse kemi thënë se legjislacionet e pejgamberëve të mëhershëm dallojnë nga njëri tjetri, por baza dhe themeli thirrjes në monoteizëm, në besimin Allahun ja ishte i pastër tek të gjithë pejgamberët. Në këtë rast edhe tek Isa a.s. apo Jezusi. Andaj, se ai ka qenë musliman dhe se pasuesit e tij kanë qenë musliman, është fjala kur hawariunët i thojnë Isës a.s. Nahnu ansarullah, ne jemi ndihmtar të Allahut Azza wa Jall, ne do të ndihmojmë ty, pra ta çosh emanetin e Zotit në vend.
amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ne besuam në Allahun dhe ti dëshmo Isa për neve se ne jemi musliman, jemi të dorëzuar ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj ata ishin musliman. Ndonë se legjislacioni Isës a.s. dhe pejgamberët e tjerë dallonte nga legjislacioni për shembull i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por bazamenti i thirrjes islame ishte një tauhidi në Allahun Azza wa Jall. Kjo e para. E dyta, e drejta njerëzore. Çdo person jetën e kësaj bote ka të drejtë të hulumtoj për një çështje të caktuar, për ta shpërfaqur drejt dhe sakt figurën e caktuar që neve hulumtojmë, ose një meselë ose një çështje të caktuar. Andaj, edhe orientalistët e huaj e mësuan gjuhën arabe në mënyrë që ta mësojnë islamin, e në pjesë të tyre dhe ta godasin islamin me armën e gjuhës arabe, siç bën në shumë vende të botës islame, siç orientalistët pra futën dyshime të fuqishme në mesin e muslimanëve. Andaj ata studiuan islamin dhe ata llogaritën sot si njohës të shkencave islame. Andaj, në kuptimin e përgjithshëm, çdo person ka të drejtë të hulumtoj për ta gjetur të vërtetën. Dhe ne, si të drejtë njerëzore, kemi që të hulumtojmë për figurën e Isës a.s. e do mos do të hulumtojmë kur e dim që është pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, dallimi dhe pozita e Isës a.s. tek të krishterët dhe tek muslimanët pra ka një dallim esencial. Do se në pjesën e njerëzve mendojnë që dallimi nuk ekziston fare. Përderisa të krishterët e bën hyjnor Isën a.s. dhe ngritën në nivelin e Zotit, kjo nuk ekziston tek muslimanët. Pra, ajo çka është bazike tek muslimanët është se ka qenë pejgamberi Allahut dhe robi Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe jo diçka më shumë. Andaj, përveç këtij dallimi të hyjnisë, ne kemi edhe dallime të tjera pra në aspektin e Kuranit dhe në aspektin biblik. Andaj dallime të tjera të cilat është e nevojshme që neve të shfaqim para jush sot, e para është pra dallimi i vendit ku ka lindur Isa a.s. dhe vendit ku ka qëndruar nëna Isës Mariemja. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na thot në surën Ali Imran: Inna Allah istafa Adama wa Nuha. Inna Allah istafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Dhurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samiun alim. Me të vërtetë Allahu Jalla Jalaluhu përzgjodhi Ademin dhe Nuhun si pejgamber. Dhe përzgjodhi familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit. Të gjithë këta e trashëguan njëri tjetrin, një pas një. Wallahu samiun alim. Me të vërtetë Allah është dëgjues dhe është i njohur në hollësi për gjërat që i bëni ju. Andaj Allahu Azza wa Jall përveç familjes e Ibrahimit a.s. përzgjodhi edhe familjen e Imranit, ku bashkëshortja e Imranit, të nderuar vëllezër dhe motra, e luste Allahun subhanahu wa ta'ala që ta shpërblej me një djalë, me një evlad, dhe ajo xhelozonte që nuk ishte fëmijë prej grave të tjera. Andaj e luste Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu subhanahu wa ta'ala t'i jepte një fëmijë. Dhe thonte, siç Allah azza wa jalla përshkruan në Kur'an: wa imra'atu Imran, dhe gruaja e Imranit që thonte: Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ja Rabbel Alamin, po ta kushtoj ty, nëse ti ma realizon dëshirën për me pas fëmijë, do ta kushtoj ty atë që është në barkun tim, do ta kushtoj ty për adhurim dhe të qëndroj gjithmonë në faltore. Innaka anta samiul alim. Me të vërtetë i ai që dëgjon dhe i din të gjitha gjërat. Andaj këtu dietarët islam në këtë ajet kuranor kanë debatuar se çka është për qëllim, cila faltore ka për qëllim Kurani famlart ku ka qëndruar pra Mariemi. Pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala ja mundësoj gruas e Imranit që ta linte Mariemen. Atëherë të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, Allahu subhanahu wa ta'ala
e mundsoi që të lindte në një vend ku komentatorët e Kur'anit. Disa prej tyre thonë se termi faltore është i përgjithshëm dhe nuk dihet vendi. Ikrima prej komentatorëve të Kur'anit thotë se është për qëllim Mesjidul Aqsaja. Pra vendi ku gruaja Imranit tha unë do ta lë fëmijën tim që të adhuroj ty dhe të kujdeset për shtëpinë Allahut Azza wa Jall, është për qëllim Mesjidul Aqsaja në Palestinë. Këtë mendim e ka sjellë Muhammed ibn Ishaqu. Por ka dhe dietarë të tjerë që mendojnë pak më ndryshe, siç është përmendur pra edhe tek Wahb bin Munabbih, ku thotë se Mërjemja shërbente në një faltore, në një mal që quhet Sahyun, pra një kodër e madhe që ishte përballë xhamis El Aqsa, dhe këtë kanë nxjerrë Imam Taberiu në tefsirin e tij. Mirë po, ky mendim mbetet i dobët për dy arsye. E para, e kundërshton këtë mendim Ikrima dhe Muhammed bin Ishaq në një rivajet, pra që Ikrima është prej komentatorëve të njohur të Kuranit, dhe e dyta, nuk paramendohej në atë kohë të kishte ndonjë tempull apo faltore më me vlerë se sa Mesjidul Aqsaja. Andaj edhe logjikisht, për shkak të vlerës që kishte Mesjidul Aqsaja, pra logjikisht besohet se Mërjemja ishte vendosur në atë faltore për të shërbyer xhamisë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu dihet mirë se në atë kohë faltoria vetëm që ishte me vlerë ishte Çabja. Ku Allah Azza wa Jall tha në Kur'anin famlart: Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tha më të vërtet shtëpia e parë, faltoria e parë ndërtuar në tokë është Çabeja. Mubarakan wa hudan lil-alamin. Atje ka bereqet, është e bekuar dhe është udhëzim për njerëzit mbar. Atje është edhe, atje ka jetet e qarta dhe atje është maqami i Ibrahimit. Gjitha pra, kjo është Çabja, faltoria e parë e shenjtë. Pastaj, e dyta është Mesjidul Aqsaja. Dhe këtë kemi nxjerrë nga hadithi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilat janë faltorët e para të ndërtuara në Islam. Pejgamberi alayhis salam i tha e parja është Çabja, pastaj e dyta është Mesjidul Aqsaja. Dhe kur e pyeti se sa është distanca mes tyre, tha parafërsisht 40 vite. Dhe në atë kohë nuk ishte ndërtuar pra xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, Çabja ishte larg dhe vendi ku Mërjemja do të shërbente në atë xhami pra pretendohet të ishte Mesjidul Aqsaja, dhe ishte adet i arabëve në atë kohë, siç transmetohet nga historianët, se fëmijët e tyre pra i vendosnin për të shërbyer në xhami. Andaj edhe këto vendos Mërjemja, Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe aty i shërbej xhamis pra Mesjidul Aqsas. Pastaj vazhdon ajetet e surës Ali Imran, ku Allah Azza wa Jall tregon se Mërjemja pra rrinte në Quds, në Mesjidul Aqsa, dhe shërbente dhe adhuronte Allahun Azza wa Jall. Pastaj Allahu tha: "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Dhe Allah Azza wa Jall pranoi Mërjemen me ëndje. E pranoi Mërjemen me ëndje dhe e bëri që të rritet mirë dhe lam për kujdesin e Zekerias alayhis salam. Pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Dhe Zekeria kujdesej për të. Dhe sa herë që hynte Allahu Azza wa Jall tregon për mrekullinë që i ndodhte Mërjemës, sa herë që shkonte për ti dhënë ushqim, atje gjente ushqim tek Mërjemja. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sa hynte Zakaria në vend faltorën e saj Mërjemës, e gjente aty ushqimin dhe furnizimin prej Allahut Azza wa Jall. Dhe i thonte: "Oj Mërjeme, nga të erdhi ky ushqim?" Ajo thonte: "Ajo është prej Allahut rrezik." Me të vërtetë Allahu i jep bereqet dhe rrezik kujt të dëshiron. Andaj Ibn Kathir e thot, pas kohës së gjithënjes, pra nëna e Mërjemës e mori, pasi që përfundoi gjithënjen, e mori dhe vendosi në këtë faltore dhe ishte larg familjes së saj. Andaj, përderisa Zakaria alayhis salam u përkujdes për të, nënkupton që ishte larg familjes së saj në këtë faltore. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu tregoi se kjo do të jetë prej grave më të mira. Dhe Allahu tha:
Ja Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ja Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tha oj Maryame, Allahu të zgjodhi ty edhe të pastroj ty dhe të zgjodhi nga gjitha gratë e botës. Ja Maryam qunuti li rabbiki, o Maryam, atëherë ti bëhu nënshtruese ndaj Allahut azza wa jall dhe bire në ruku Allahut subhanahu wa taala dhe për ulju atij dhe bire në sejdë Allahut azza wa jall wasjudi. Pra dhe bëhu prej atyre që përkulen. Pra ky ngujim që e kishte Maryamja është i njohur në dinin islam. Por në fenë tonë islame nuk ka ngujim të përjetshëm siç ishte te Maryamja alayha salam. Tek ne e kemi vetëm në muajin e Ramazanit, në 10 ditën e fundit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi 10 al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Pejgamberi alayhis salam pra bënte i'tikaf, izolim në xhami në 10 ditën e fundit të Ramazanit derisa Allahu ja ka marr shpirtin. Për këtë arsye pra i'tikaf të përjetshëm ne nuk kemi në Islam në kohët e sodit në legjislaturën ose në legjislacionin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por kjo është traditë në mesin e Beni Israelve. Kurse neve Allah azza wa jall na ka përzgjedhur me një natë të kadrit që nëse bëjmë etikaf dhe na pranon Allahu, do të na pranoj sa 83 vite e ca muaj. Kurse sa i përket Biblës, thot diçka tjetër. Bibla thot se historia e Maryamës dhe Isës alayhis salam fillon në Nazaret, siç thuhet në Ungjillin sipas Lukës, në të 6 muaj hyje dërgoi angjëllin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, tek një virgjëresh që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, prej fisit të Davidit, virgjëresha quhej Mari. Luka 26-27. Andaj, pra, këtu Bibla tregon se Maryama ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef. Kurse sipas versionit islam, ky Jusufi ka qenë një shërbëtor që i ka shërbyer faltorës Mesjidul Aksas dhe ka qenë djali xhaxhait të Maryamës alayha salam dhe jo diçka tjetër. Gjithashtu prej dallimeve të tjera që i kemi me aspektin biblik është edhe se meleku Maryam i vjen në Quds, pra në Mesjidul Aksa i vjen Maryamës alayha salam. Dhe aty ndodh një mrekulli e madhe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wadhkur fil kitabi Maryam, idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya, fattakhadhat min dunihim hijaba, fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya." Dhe përkujtot në librin e Maryamës. Pra, kur u larguan nga familja e saj për një vend nga lindja, dhe pastaj ajo u fshen nga ata, e ne i dërguam shpirtin e shenjtë, shpirtin ton, i cili ju paraqet asaj si një njeri vërtet. Ajo i tha: "I kërkoj mbrojtja Allahut mëshiruesit prej teje, nëse i friksosh atij." Ai tha: "Në të vërtetë un jam i dërguar i Zotit tënd që të dhuroj ty një djalë të pastërt." Maryama i tha: "Si të kem një djalë kur s'm ka prekur mua asnjë burr në jetën e kësaj bote? Pra jam e virgjër dhe s'm ka prekur asnjë burr në jetën e kësaj bote, as nuk jam martuar me ndonjë njeri dhe as nuk jam e përdal." Tha meleku Gjibril: "Kjo është një urdhër prej Allahut subhanahu wa taala dhe ajo është e lehtë për atë dhe do ta bëjmë një shenjë ajet për njerëzit. Pra, mëshirë nga ana jon, wa kana amra maqdiya, dhe është një punë e kryer." Dhe Allah azza wa jall vendosi që të bëhet me barr, pra ajo qëndroi në një vend, pra në anën e lindjes të Mesjidul Aksas, ku Allah azza wa jall i dhuroi një djalë që do të quhet Isa alayhi salam. Pra kemi 3 forma të ardhës e njerëzve në jetën e kësaj bote. Forma e parë është njeri pa babë dhe pa nanë, që ishte Ademi alayhis salam. Forma e dytë, njeri pa babë me nanë, që ishte Isa alayhis salam, dhe forma e tretë, pra që është njeri me babë dhe me nanë, që është pjesa dërmuese e njerëzimit deri në ditën e fundit të kësaj bote. Andaj, nëse besojmë se Ademi ka lindur, ka ardhur në jetën e kësaj bote pa babë dhe pa nanë, është më lehtë për neve logjikisht të besojmë për një njeri që ka ardhur me nanë pa babë, sepse do të ishte më e vështirë të besoj pa babë dhe pa nanë. Andaj, Isa alayhis salam lindi me nanë pa babë, me lejen e Allahut azza wa jall, dhe kjo është e lehtë për Allahun subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Dhe forma tretë jemi ne, pra me babë dhe me nanë deri në ditën e fundit. Andaj pra këto janë 3 format e ardhës së njeriut në jetën e kësaj bote.
Pastaj të nderuar vëllezër, çka nënkupton shkoj tek një pjesë e lindjes, do ta kuptojmë pas një shkputje të shkurtër. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke diskutuar për vendin ku ka qëndruar Meriemja dhe Isa alayhim assalam. Dhe Allahu subhanahu wa taala tregon se momenti kur Meriemja me lejen e Allahut azza wa jall u bë me barr dhe mbeti shtatzën me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, u largua në anën e lindjes. Dhe kemi prej komentatorëve, sikurse që është Ismail Suddi, i cili thot Meriemja kishte ciklin menstrual. Dhe pastaj u largua nga faltoria ku ishte në një pjesë të lindjes së Mesjidul Aqsas. Dhe aty erdhi Meleku Xhibril. Gjithashtu, dhe këtë ka nxjerr Imam Taberiu. Gjithashtu Muhammed ibn Ishaq thot Meriemja doli nga faltoria në anën e lindjes për të shkuar për të mbushur ujë dhe për nevojat e veta tek një shpellë, dhe aty erdhi Meleku Xhibril. Andaj këto janë prej formave pra të transmetimeve që na kanë ardhur se çka nënkupton ana e lindjes ku është larguar Meriemja alayha salam. Andaj edhe nëse bashkohen këto dy transmetime, pra të ketë shkuar si rezultat i ciklit menstrual dhe të njëjtën kohë për të marrë ushqim dhe ujë, pra nuk prish ndonjë gjë, sepse ajo vetëm për nevoja personale delte, pastaj kthehej në vendin e faljes. Andaj, pra kur u kthye shtatzën. Dhe kujdestari i saj ishte Zekeria alayhis salam, që i bie të jetë burri tezës së Meriemës. Dhe ishte Jusufi, që ishte biri i xhaxhait të saj. Pastaj kur u kthye Meriemja, filluan akuzat ndaj saj. Filluan popullet që ta akuzojnë atë. Dhe i thanë, siç e përshkruan Kur'ani famlar, ja Mariamu laqad ji'ti shay'an fariya, o Mariam, ti ke bërë një vepër të tërshme. Ja ukhte Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. O Mariam, o motra e Harunit, nuk ka qenë babajët njeri i lig kështu, si që jeti, dhe asë nëna jote nuk ka qenë e përdal në atë çka ke vepruar ti. Dhe Allah azza wa jall rastisht e ka përmend o motra e Harunit. Disa dietarë mendojnë se Meriemja ka pas një vëlla që ka pas emrin Harun. E disa të tjerë thonë se kjo është vetëm formë alegorike, ku ka qenë një person me emrin Harun dhe ka qenë adhurues i madh i Allahut azza wa jall, dhe kur dikush i ka cilësit e njëjta, atëherë e shëmbëllejnë me vëlla ose me motër. Pra, oj motra e Harunit, pra edhe ti ke qenë adhurues e Allahut e devotshëm, sikur se Haruni që ka qenë adhurues. Edhe pse lidhja me saj dhe Harunit nuk ka qenë lidhje familjare, por lidhje e cilësisë e njëjtë që është ibadeti ndaj Allahut azza wa jall, dhe kjo është e njohur pra tek arabët, që t'jam veshën një personi, pra nëse i kanë cilësitë e njëjta, ndonë se mund të mos jenë pra në lidhje gjaku në mes vete. Pastaj, pra këtu, Meriemja alayhis salam e mohon të ketë pasur kontakt me ndonjë burr, dhe u tregon se është mrekulli prej Allahut azza wa jall, sepse ka ardhur përmes Melekut Xhibril, dhe sa ajo as nuk ka qenë e martuar dhe as nuk e ka prekur ndonjëherë njeri. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala pra e ruan Meriemën dhe e mbron nga akuzat të cilat ja bajnë Benu Israilet. Dhe vjen koha, edhe pse ishte ngjarje e rëndë, akuzat e rënda, vjen koha kur Meriemja e lind djalin e saj Isa alayhis salam, i cili ishte pejgamber, dhe të njëjtën kohë Allahu me të sjellë mrekulli, i cili foli qysh, pra në djep ku tregoi Beni Israilve se për çka do të vjen dhe çfarë mrekullish do të ketë. Thot Allahu subhanahu wa taala, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. I tha, unë jam rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jall,
dhe Allahu do të ma jap mua librin, Injilin. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dhe me ka bërë prej atyre pra që janë të gatshëm kudo që janë, dhe me ka këshilluar me namaz dhe me zeqat sa të jem gjallë, dhe me ka bërë prej atyre gjithashtu që jam i kujdesshëm ndaj në nësime, dhe nuk me ka bërë në njeri mohues dhe mendjemadh. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dhe selami dhe përshëndetja dhe shpëtimi Allah do të jetë mbi mua ditën kur kam lind, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të ringjallem para Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është një mrekulli e madhe që i ndodhi Isës alayhis salam, dhe Ben Israilit u ndanë në dy grupe, një grup i besuan dhe një grup pastaj e mohuan. Dhe këto fillon ndarja mes besimit jehudit në raport me Isën a.s. dhe besimit krishter në raport me Isën a.s. sepse një pjesë e besuan dhe një pjesë e mohuan. Andaj Allahu Azza wa Jall e ndihmoi Isën a.s. dhe i dha mrekulli të shumta, pra ku thirri në Kur'an, ku thirri në adhurim ndaj Zotit fuqiplot, dhe ja dha librin e qartë dhe i thirri Ben Israilit dhe tha wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Dhe mua Zoti më ka zbrit një libër që është vërtetuesi i Tevratit, nëse ka pas ndryshime Injili, por është vërtetuesi i Tevratit më herët tek Ben Israilit dhe vërtetuesi një pejgamberi që do të vijë pas meje që emri i tij do të jetë Ahmed. Dhe kështu të ndëruar vëllezër, disa i besuan e disa e mohuan. Dhe Allah Azza wa Jall thot: "Falamma hassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah." Kur e vërejti dhe ndjeu Isa se një pjesë e madhe mohuan atë, tha kush do të jetë ndihmtari im tek Allahu Azza wa Jall? Than hawariyunët, një pjesë e njerëzve, ne do të jemi ndihmtarët e tu për tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj dëshmo që ne jemi musliman dhe kemi besu Allahun Azza wa Jall. Andaj hawariyunët e besuan dhe pasuan Isën a.s. në rrugën e drejtë, sipas Injilit të zbritur nga ana Allahut Azza wa Jall, pa kurfar ndryshimi dhe pa kurfar mohimi, dhe ata filluan që të thrasin në rrugën e drejtë bashkë me Isën a.s. përkundër sfidave, përkundër luftës, sikurse që ishin popujt e mëhershëm, populli i Hudit që mohuan Hudin, sikurse që ishin populli i Salihut e tjerë, pra edhe populli i Isës a.s. e mohuan një pjesë e madhe atë. Andaj vetëm një pjesë e vogël që quhen hawariyun e mbështeten atë dhe thirrën në rrugën e drejtë, në rrugën e Isës alayhis salam. Andaj një ditë prej ditësh, ky mohim erdhi në nivelin dhe në kulminacionin më të lartë, ku ata u bën bashkë që ta mbysin Isën alayhis salam dhe ta gozhdojnë atë. Dhe shkuan dhe tentuan dhe pritën që të dalë Isa a.s. dhe ta mbysin dhe ta gozhdojnë atë, mirë pa Allah Azza wa Jall deshi dhe u aprishi kurthat e tyre dhe Allah e ngriti lart në qiell, e atyre u shembelloi një shok të tyre me Isën a.s. e morën, e gozhduan dhe e mbytën. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e vran, e as nuk e gozhduan, por u shembelloi atyre Isa me një shok të tyre, e morën atë, e mbytën dhe e gozhduan. Andaj Allahu thot: "Wa makaru makra wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin." Dhe ata bën kurth, por Allahu aprishi kurthat e tyre. "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah." Dhe kur Allahu tha, kujto kur Allahu tha: "O Isa, unë do të marr ty dhe do të ngrej pranë meje." Allahu tha: do të pastroj nga ata të cilët mohuan, dhe do t'i bëj ata që të ndoqen mbi ata që mohuan deri në ditën e gjykimit. Në këto ajete tregohet qartë se Bene Israilit prathurën plane për ta vrarë Isën a.s. Por Allahu aprishi planet e tyre dhe Allahu bëri mrekulli që Allahu e ngriti lart në qiell, Allahu subhanahu wa taala. Dhe Isa a.s. do të zbres në kohën e Imam Mehdiut, ku do të vijë dhe do të përballet me Dejjalin, do të falet pas Imam Mehdiut, të cilën do ta shpjegojmë në takimin tjetër. Andaj, kjo është e vërteta sipas Kuranit. Allah Azza wa Jall ngriti në qiell Isën a.s. i cili do të zbres në një periudhë tjetër kohore. Kurse në Bibel thuhet se është mbytur dhe është gozhduar dhe është vrarë dhe është sakrifikuar për shkak të mëkateve të njerëzve. Pra ky është dallimi mes neve dhe të
krishterëve. Pastaj të ndëruar vëllezër, havarijunet e vazhduan edhe me tej thirrjen e Isës alayhis salam në besimin e vërtetë islam, pra në krishtërimin e vërtetë, nëse mund ta quajmë kështu, derisa pastaj pas një periudhe të caktuar, pra filloi që të devijoj edhe krishtërimi i vërtetë që është Islami, pra filloi të devijoj edhe Injili, e pastaj pra ky legjislacion Isa alayhis salam devijoj edhe është sot në kohën e sodit i devijuar dhe i ndryshuar nga ajo që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala tek Isa alayhis salam. Për këtë arsye dietarët islam thonë se havarijunet të shpërndan fenë e Isës alayhis salam në vende të ndryshme, sikurse që u përhap pra feja islame në Quds apo në Jeruzalemin e Sodit që ka jetuar Isa alayhis salam, në Antakya, në Aleksandri, në Konstantinopol dhe në Rum. Dy nga qendrat janë pjesë e Shamit, Quds dhe Antakya, pjesë e Shamit, ndërsa të tjerat janë pra në Sham, Egjipt, jashtë Shamit, pra në Egjipt, në Azinë e vogël dhe në Evropë, pra kështu është shpërndar edhe feja Isës alayhis salam, por pastaj ka vazhduar me devijime të ndryshme. Rreth të krishterëve të parë nuk dihet shumë, sepse ata kishin fshehur besimin e tyre, sepse pjesa që kishte mohuar Isën alayhis salam ishte më e fuqishme, andaj nuk dihet me rrethana se si kanë jetuar të krishterët e parë, sepse ishin të fshehur, e pastaj ata përndiqeshin dhe domethënë masakroheshin nga hebrejnjet, e pastaj edhe nga perandoria romake, të cilët ishin idhujtar, e kështu me radhë, pra derisa vazhduan kështu në besim të drejtë, derisa erdhi një ndryshim në Injil dhe erdhi një ndryshim në fenë e pastër të Isës alayhis salam, e pastaj ai ndryshim është edhe në kohët e sodit që quhet fe krishtere, mirë po nuk është në bazat e fejse Isait alayhis salam. Andaj kështu të nderuar vëllezër besimtar, vazhdon Isa alayhis salam pra tek Ben Israelit, i cili kishte mrekulli të mëdha, ku Allahu subhanahu wa taala ja mundsonte që prej zogjve nga balta ti rinjallte në zogj të vërtet, gjithashtu ai shëronte njerëzit e verbër, pra u akthën të shikimin me lejen e Allahut azza wa jall, njerëzit që ishin të smur nga lëkura, lebroza, i shëronte me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe i ngjallte të vdekurit me lejen e Allahut azza wa jall, derisa e mohuan Ben Israelit dhe pastaj i bën kurth atij që ta mbysin dhe ta gozhdojnë. Allahu azza wa jall e ngriti në qiell dhe kështu besojmë ne besimtarët musliman dhe kemi argumentet tona të fuqishme nga fjalët e Allahut dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shkuar në Miraj dhe është takuar me Isën alayhis salam në qiell, që tregon se Isa alayhis salam është ngritur në qiell dhe pastaj do të zbres në kohën e Imam Mehdiut, ku do të ketë ngjarje të rëndësishme pra në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se si do të zbres Isa alayhis salam, në çfarë periudhe do të zbres dhe çka do të ndodhë me tutje, atëherë do ta kuptojmë pra me lejen e Allahut azza wa jall në takimin ton të radhës për të biseduar për Isën alayhis salam, një figurë e ndishme në mesin e muslimanëve, krishterëve dhe jahudive, një figurë e cila përmendet sot dhe tutje pra dhe do të përmendet deri në ditën e fundit në mesin e njerëzimit, një figurë e cila është devijuar besimin ndaj tij, një figurë e cila është devijuar pra dhe është shenjtruar në një mas ku njerëzit e kanë konsideruar edhe Zot, andaj është figurë që duhet folur për të, është figurë që duhet studiuar, e padyshim që është figurë që i përket fesë tonë të bukur islame. Andaj Isa nuk mbetet tjetër përveç se pejgamberi i Allahut dhe i dërguar i Zotit dhe një rob i thjesht, sikurse çdo rob tjetër i krijuar nga ana e Allahut azza wa jall, dhe nuk është bir i Zotit siç pretendojnë të krishterët, dhe nuk është Zot siç pretendojnë besimet e tjera, por është rob dhe i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Andaj deri në takimin ton të radhës për të biseduar për këtë figurë të ndritshme, e lutem Allahun azza wa jall që të na mbajë stabil në fenë e tij. E lutem Allahun azza wa jall që ta pasojmë hakun si hak dhe të jemi gjithmonë bindës ndaj hakut. Dhe lutem Allahun azza wa jall që të na paraqes të kotën si të kotë dhe të largohemi dhe të distancohemi prej saj. Aqulu qawli hadha wa sami'tu astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd.
E falenderoj Allahun fuqiplot, krijuesin e kësaj gjithësie, për mirësitë e shumta me cilat na ka pajisur. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mirësitë e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në takimet tona javore, ku diskutojmë për serinë e ligjëratave që kemi titulluar Me trego për Islamin, që në esencë është hadithi i madh i Gjibrilit alayhi salam, ku e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për kushtet dhe bazamentet kryesore të Islamit, imanit, ihsanit dhe pastaj vije edhe tek shenjat e kiametit. Andaj kemi mbërritur tek elaborimi i shenjave të mëdha të kiametit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nuk do të ndodhë kiameti derisa të ndodhin 10 shenja. E para prej tyre Dejjalli dhe e dyta tha nuzulu Isa ibn Maryam, zbritja e Isait alayhis salam të birit Marjemës. Dhe në takimin e kaluar e elaboruam një lloj hyrje për historikun e Isës alayhis salam, në cilin vend ka lindur, dhe për nënën e Isës alayhis salam Marjemen, nga çfarë familje ka rrjedhur, ku ka qëndruar, ku e ka adhuruar Allahun azza wa jall dhe ku e ka lindur Isën alayhis salam. Dhe pastaj edhe lindja e Isës alayhis salam dhe zbritja e Injilit tek Isa alayhis salam, pastaj edhe thirrja e tij tek Beni Israelit. Derisa erdhi periudha kur një pjesë e jahudive i bën kurth që ta vrasin dhe ta mbysin dhe ta gëzhdojnë, por Allahu subhanahu wa taala bëri mrekullinë e madhe ku e ngriti në qiell dhe u përngjasoi atyre me një person të atyre të cilët deshin që ta mbysin Isën alayhis salam, dhe kështu e mbytën atë duke menduar se kanë mbytur Isain alayhis salam. Dhe kjo është akideja e besimtarit musliman, që duhet besoj se Allahu subhanahu wa taala Isën alayhis salam e ka ngritur në qiell, dhe ai domethënë është pra gjallë dhe do të zbres me lejen e Allahut subhanahu wa taala kur Allahu të dëshiroj. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore neve dëshiron që të na tregoj për akiden që duhet ta kemi në raport me Isën alayhis salam. Thot Allahu azza wa jalla në surën Nisa në ajetin 157-158, wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Dhe fjala e tyre që pretenduan se Isa i biri Merjemës, pra pejgamberi Zotit, është vrarë, por ata as nuk e vranë, as nuk e gozhduan, por atyre u përngjasoi me dikë tjetër. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yakina. Gjithashtu thot, dhe ata që nuk pajtohen rreth tij janë në dyshim, pa pasur dije të saktë, por ndjekin vetëm hamendje. Ata me siguri nuk e kanë mbytur atë. Përkundrazi Allah e ngriti pranë vetes, Allahu është i plotfuqishëm, i urtë. Të nderuar vëllezër besimtar, në komentin e këtij ajeti thot e ka transmetuar Imam Taberiu në tefsirin e tij se Allah azza wa jall kur ka thënë wa ma qataluhu wa ma salabuhu, as nuk e vranë, as nuk e gozhduan, thot se Allah azza wa jall bëri që Isës alayhis salam të ngjasonte dikush prej armiqve, sipas transmetimeve thuhet se ka qenë Juda Iskarioti, ai i cili e ka tradhtuar Isën alayhis salam. Spari ka qenë me Isën alayhis salam, pastaj e ka tradhtuar dhe Allah azza wa jall e ka përngjasuar atë me Isën alayhis salam dhe atë e kanë marrë dhe e kanë gozhduar. Gjithashtu Imam Kurtubiu në librin e tij Jami'ul Ahkam al-Quran thot se fjala u ka përngjasuar me të ka kuptimin se u është ngatruar pamja e Isës alayhis salam me pamjen e dikujt tjetër, Allah azza wa jall pra e ka ngritur ose në qiellin e dytë ose tretë, sipas varet sipas transmetimeve të Islamit.
Pra, sipas unanimitetit që sjell Imam Kurtubiu, thekson se besimi i muslimanëve është se pra ai nuk u vra, por e ngriti Allahu subhanahu wa ta'ala e jo siç pretendojnë pra te krishterët. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot në surën Ali Imran: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Dhe الله عز وجل tha: O Isa, unë me të vërtet kam ngritur ty tek unë, pra kam bërë që të ngritesh tek unë dhe të kam marrë ty dhe do të pastroj ty nga ata të cilët kanë mohuar dhe do të bëj ata që të ndjekin ty më lart se sa jo besimtarët. Dhe do të në ditën e Kiametit pastaj kthimi do të jetë tek unë dhe se cilin për juve do t'ju pys për atë që keni pasur mos pajtim. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot në surën Zukhruf: wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dhe ai biri Merjemës është një shenjë e orës së Kiametit. Andaj mos dyshoni në të dhe me ndiqni mua, kjo është rruga e drejtë. Thot Imam Kurtubiu, këtu fjala ilm, pra që është përmendur në Kur'an famlar në surën Zukhruf, përdoret në dy forma. E para, la ilmun që nënkupton njohuri ose argument, dhe e dyta la alemun që është për qëllim shenjë apo simbol i ardhjes së Kiametit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna biha وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Nuk ka asnjë nga njerëzit e librit që para vdekjes së tij pra nuk do ta besojnë në Isën alayhis salam dhe në ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër tyre. Sipas Ibn Kathirit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, thotë ky ajet ka dy shpjegime kryesore tek dietarët. E para, çdo udhëtar i librit para vdekjes së tij individuale, pra e kupton dhe do ta kuptojë të vërtetën për Isën alayhis salam, por ajo nuk i bën me dobi nëse s'ka besuar më herët. Dhe e dyta është kuptimi që pra ata do t'i besojnë Isës alayhis salam kur do të zbres, pra në kohën kur do të zbres. Dhe atëherë nuk do të mbetet asnjë hebrej, asnjë krishter që nuk do t'i besoj Isës alayhis salam, dhe komenti i dytë mendohet të jetë pra më i saktë sipas Ibn Kathirit. Pra këtu janë disa prej ajeteve kuranore të cilat neve na argumentojnë se Isa alayhis salam është ngritur në qiell dhe nuk është mbytur e as nuk është gozhduar. Kurse sa i përket haditheve që neve na tregojnë se Isa alayhis salam do të kthehet, se Isa alayhis salam do të zbres në një periudhë që do të jetë prej shenjave të Kiametit, është hadithi Xhabirit që e ka nxjerrë Imam Muslimi, ku thot Xhabiri: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot: la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haq zahirina ila yawm al-qiyamah. Do të vazhdojë një grup për ummetin tim që të luftojnë rrugën e Allahut azza wa jall për ta mbrojtur të vërtetën deri kur do të ndodh dita e ringjalljes. Fa yanzilu Isa ibn Maryam fa yaqulu amiruhum ta'ala salli bina fa yaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara. Pra pastaj do të zbres Isa i biri Merjemës dhe imami i tyre do thot eja të prish në namaz, pra imami muslimanëve do thot eja të prish në namaz, ai do thot jo, sepse ju jeni pres të njëri tjetrit. Dhe kjo është si nder që Allah azza wa jalla ka bërë për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmetohet në hadithet e tjera se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pashat në dorën e të cilit është jeta ime. Me siguri Isa i biri Merjemës do të zbres në mesin tuaj si sundimtar i drejtë. Ai do ta thyej kryqin, do ta vras derrin dhe do ta shfuqizoj xhizjen. Dhe pasuria do të shtohet aq shumë sa që askush prej jush nuk do ta pranoj sadakan.
Pra, këtë hadith e ka transmetuar Imam Muslimi. Andaj, gjithashtu e kemi edhe hadithin tjetër të nderuar vëllezër besimtar, ku thot: ora e kiametit nuk do të ndodh derisa të shfaqen 10 shaja. Pra, për i tyre ka përmendur tymin, dejallin, dalja e kafshës, lindja e diellit nga perëndimi, zbiritja e Isës alayhis salam, birit Mariemës dhe dalja e Xhoxhve dhe me Xhoxhve dhe vazhdon hadithi. Andaj, cilat janë detyrat të cilat do të ketë pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala Isa alayhis salam, që në momentin kur zbret, më nuk do të zbret si pejgamber, por do të zbret si pasuesi i ummetit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej detyrave që do të ketë është së pari asgjësimi i dëgjallit, prej shenjave të para të mëdha të kiametit, armikut më të madh të njerëzimit. Gjithashtu prej detyrave të tjera do të jetë mbrojtja e muslimanëve nga Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Gjithashtu prej gjërave të tjera do të jetë edhe sundimi i drejtë që do të jetë sipas khilafetit islam të bazuar nga Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa do të vdes pra duke qenë këtë drejtësi. Andaj, e para që do ta bëj dëgjalli pra, e para që do ta bëj Isa alayhis salam është shkatërrimi i dëgjallit. Dëgjalli kemi thënë të nderuar vëllezër dhe motra në ligjëratat e kaluara se është një prej armiqve të muslimanëve, është prej armiqve të njerëzimit, i cili do të mashtrojë njerëzit në përgjithësi duke pretenduar se është Zot dhe do të ketë disa prej aftësive që të ringjallë njerëzit dhe fuqia e lëvizjes së tij është shumë e shpejtë. Gjithashtu do të ketë pra hapësirë të bëjë gjëra madhështore në mënyrë që të maxhepsë njerëzit. Në dorën e tij pra në njërin anë ka xhenetin, në tjetrën anë ka zjarrin dhe në qovë se vije atër dije që atje ku është xheneti i tij është zjarri, e atje ku është zjarri i tij është xheneti, sepse ai është mashtrues. Për këtë arsye do të bëjë rregullime dhe shkatërrime në tokë dhe do ta pasojnë parafërsisht 70.000 hebrej. Për këtë arsye pra ajo që do të bëj së pari është pra shkatërrimi i dëgjallit, i cili nuk do të ketë mundësi që të depërtojë në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj do vazhdojë në rrugët e Siris duke mbledhur forcat e tij, ndërkohë pra Isa alayhis salam do të zbres tek minarja e bardhë në lindje të Damaskut, ku e kanë përshkruar besimtarët edhe formën e tij, i veshur me 2 rroba ngjyrë shafrani, duke u mbajtur nga 2 meleq. Për këtë arsye, thonë dietarët, të gjithë ata që janë pranishëm do ta njohin atë, sepse do duket ashtu siç e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ngjan me sahabijun Urwa ibn Mas'ud, ku e kanë transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu. Lëkura e tij do të jetë e bardhë, e koçrrëmt, siç e përshkruan Ibn Abbasi, ai do të jetë njëri trup fort, flokët e tij do të jenë të buta e të gjata deri tek veshët. Kur ai ul kokën, nga flokët e tij bien rruza djerse si margaritar, e kur e ngrej kokën, ato shpërndahen si perla. Këtë ka transmetuar Imam Muslimi. Fryma e tij do të thash të ëmbël dhe do të arrijë larg saqë çdo besimtar do ta ndjej. Pra, ky do ta shkatërroj dëgjallën. Dhe sipas transmetimeve të nderuar vëllezër dhe motra besimtarve, portat do të hapen dhe dëgjalli do të jetë jashtë, i shoqëruar me 70.000 hebrej, secili i armatosur me shpatë dhe mburoj. Pastaj, me të parë dëgjalli Isa alayhis salam, thuhet sipas transmetimeve se ai do të shkrihet. Ai do të shkrihet pra nga frika, sikurse kripa që shkrihet në ujë dhe do të ikë, porse Isa alayhis salam do ta përndjek atë derisa të arrijë në portën lindore të Ludit në Palestinë dhe atje do ta vras atë me një shtizë të vogël. Pra kështu do të jetë pra parafërsisht pra mbytja e dëgjallit nga ana e Isës alayhis salam dhe njerëzit
normal do të shpëtojnë nga kjo sprovë e madhe që është sprova e Dejxhalit. Pas vrasjes së tij, ushtria e Dejxhalit do të asgjasohet, pra hebrejt nuk do të mund të fshehen dhe do të mbyten që të gjithë. Për këtë arsye, kur vije tek përndjekja e jahudive dhe thuhet që do të flas edhe guri, do të flas edhe pema, dhe do të thonë, ja Abdallah, o robi Allahut, eja, kjo është jahudia që është fshehur pas meje, eja dhe mbyte, thot Ibn Kathiri, pra në komentin e krejt kësaj ngjarje me Dejxhalin, thot, vrasja e Dejxhalit nga Isa është akt i drejt për drejt dhe literal, dhe shkatron fuqinë mashtruese të tij. Imam Newawi thot, vendi i Ludit tregon se kjo është ngjarje historike konkrete, jo simbolike, pra do të ndodhë realisht. Imam Kurtubi thot, ky akt përfundon sprova dhe mashtrimet e Dejxhalit dhe rivendos drejtësinë hynore. Pra, Isa a.s. do të ambys Dejxhalin, Isa a.s. do të falet pas Imam Mehdiut, ku në namaz, pra njerëzve do t'ju pri Imam Mehdiu e jo Isa a.s. Dhe Imam Mehdiu transmetohet se do ta los Isa a.s. që të dalë imam, mirë po Isa a.s. thot jo jeni pra udhëhec të njëri tjetrit, sepse kjo është nderim që ja u ka bë Allahu në umetin e pejgamberit a.s. dhe ai do të falet pra pas tij. Dhe kështu dietarët e Ehlusunnetit pra kanë dhënë disa arsye pse Isa a.s. do të kthehet në kohën e fundit. Prej tyre është së pari për gënjeshtrimi i hebrejve, të cilët pra pretenduan se e kanë vrarë Isën dhe e kanë gozhduar. Për këtë arsye ai do të vijë dhe do të rrëzoj teoritë e tyre të cilat i kanë pasur në jetën e kësaj bote. E dyta, Isa a.s. do të kthehet si pjesëtar i umetit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, Isa a.s. ju lut Allahut që të bëjë nga pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu pastaj ja pranoi këtë lutje siç e ka thënë edhe Ibn Kathiri. Dhe e treta, ligji i Allahut subhanahu wa taala, se çdo krijesë e cila është nxjerr prej ose ka origjinën nga dheju, do të kthehet dhe do të varroset në dhej. Edhe Isa a.s. pra do të zbes, do të jetoj disa vite, do të ndeshet me Dejxhalin dhe pastaj do të varroset pra ashtu siç janë varrosur njerëzit në përgjithësi. Dhe këto në përgjithësi të nderuar vëllezër dhe motra janë shkaqet kryesore që Isa a.s. do të zbres para ditës së Kiametit, si shenjë dhe argument dhe simbol i fuqishëm se Kiameti tashmë veç është afruar, dhe kemi thënë se kur do të ndodhin ngjarjet e Kiametit, atëherë ato ngjarje janë jo normale, pra nuk është mësuar syri njeriu të sheh dhe nuk i percepton fuqishëm në mendjet e tyre. Andaj kurdo që do të vijë kjo shenjë, pra neve do ta kuptojmë se Kiameti është afër. Të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, shkojmë me një shkputje të shkurtër, pastaj për të vazhduar me zbritjen e Isës a.s. birit Mariemës, një shenjë për shenjave të mëdha të Kiametit. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, rikthehemi në elaborimin e temës tonë për zbritjen e Isës a.s. birit Mariemës, si shenjë kryesore prej shenjave të Kiametit, shenjave të mëdha kemi për qëllim, ku thamë se Isa a.s. do të takohet me Dejxhalin, Isa a.s. do të takohet me Imam Mehdiun dhe do të falet pas tij, kurse do ta asgjësoj Dejxhalin dhe do ta mbës dhe do të shpëtojë njerëzimin nga sprova e madhe e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Isa a.s. përveç takimit me Mehdiun dhe takimit me Dejxhalin, ai do ta ketë edhe një takim dhe një ballafaqim tjetër të rëndësishëm, që është takimi me një popull që është Yejugjet dhe Mejugjet, të cilët kanë bazën qysh prej kohës së Dhul Karnejnit alayhi salam.
ku ka ndërtuar një pend të fuqishme, të njohur, e për cilën do të flasim inshallah në derset dhe takimet tona në vijim. Andaj duke ditur mirë se Yexhuxhi dhe Mexhuxhi do të bëjnë pasi që të hapet pende e tyre, do të bëjnë shkatërrime të fuqishme në tokë. Dhe janë njerëz gjigant. Dhe ata çdo gjë që kanë para vetes do ta shkatërrojnë. Atëherë në këtë periudhë pra të katrahurës që do të ndodh para kiametit, Isa a.s. pasi që mbyt Dejjalin, largohet sipas transmetimeve me një pjesë të besimtarëve dhe ik në për shpella të ndryshme ose në vende ku janë të siguruara, derisa të ndëruar vëllezër besimtar, pra Isa a.s. e lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'ja u mundsoj të shpëtojnë nga sprova e madhe e Yexhuxhive dhe Mexhuxhive. Dhe Isa a.s. i drejtohet Allahut azza wa jall me lutje të ndryshme për të shpëtuar nga kjo sprovë. Për këtë arsye, sipas haditheve, do të dërgohet një lloj smundje në mesin e Yexhuxhive dhe Mexhuxhive, ku do të godas ata ose do të dërgojnë një insekt Allahu azza wa jall që i vret ata dhe pastaj të gjithë do të mbesin të mbytur. Dhe pasi që të mbyten të gjithë, pastaj Isa a.s. do dalë me pjesën tjetër të besimtarëve. Ose sipas transmetimeve, ata do të zhduken natyrshëm. Sido që tjetë, ajo çka është e rëndësishme, pra Isa a.s. si rezultat i lutjes së tij do të bëhet shkaktar kryesor që populli e Yexhuxhive dhe Mexhuxhive, të cilët bëjnë shkatërrime në tokë dhe të cilët sipas transmetimeve, një pjesë nëse shkon tek një liçen e pin ujin komplet liçenit, kur vin pjesa tjetër, thojnë këto ka mundësi pas ka pas ujë më herët. Pra për shkak të madhështisë që e kanë pra dhe fuqisë e madhe që e kanë që ja u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe pasi që desë Allah azza wa jall shon një shi dhe kështu pastrohet toka nga këto viktima të shumta dhe Allahu e pastron tokën. Për këtë arsye, Ibn Kathiri thot, dalja e Yexhuxhive dhe Mexhuxhive është një nga shenjat e mëdha të kiametit. Isa a.s. nuk i vret me forcën e tij, por Allahu i shkatërron përmes mrekullisë hynore. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Isa a.s. vazhdon në mesin e muslimanëve si një sundimtar, udhëheqës i drejtë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryama hakaman adla فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها." Këtë hadithe ka transmetuar e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Pashat në duart e të cilët është jeta ime. Padyshim që i biri Meriemës do të zbres në mesin tuaj. Dhe si një sundimtar i drejtë. Dhe ai do ta thyej kryqin, do ta vras derën dhe do ta shfuqizoj gjizjen, pagesën. Pasuria do të jetë aq e shumtë saqë asnjëri prej juve nuk do ta pranoj sadakan. Asnjëri prej juve nuk do ta pranoj atë. Derisa një sejdë për hir të Allahut do të jetë më e mirë se sa dynjaja dhe çka ka në të. Pra, aq bukur do të jetë sistemi i drejtësisë në kohën kur do të zbres Isa a.s. dhe do të jetë sundimtar. Pra, ai nuk do të sundoj si një profet i ri, por do të sundoj, siç kemi thënë, pra në bazën e dinit ose legjislacionit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pra sipas Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi thënë se është vula e profetëve. Siç Allahu azza wa jall tha në surën Ahzab, siç Allahu azza wa jall thot në surën Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhamedi nuk është ndonjë baba i asnjërit prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetëve. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala.
veprimet e tij pra si sundimtar do të jenë thyrja e kryqit, ku do të përfundoj pra krishterimi dhe pastrimi njerëzve nga shirku, vrasja e derrave, që është për ta ndaluar pra përdorimin e tyre, ku krishterët e konsiderojnë të lejuar, shfuqëzimi i xhezjes, sepse askush nuk do të pranohet pa Islamin. Se thot Allahu Azza wa Jall, pra wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minan bihi qabla mauti. Dhe pra nuk do të mbetet asnjë nga hithtarët e librit përveç se do ta besoj Isën alayhis salam para vdekjes së tij. Bekimet në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam pra për Isën alayhis salam kur ka qenë pra gjallë. Pejgamberi sa më thotë se në sundimin e tij, pra Isës alayhis salam, do të ketë paqe dhe begatitje jashtëzakonshme. Pasuria do të rrjedh si uji, aq sa askush nuk do të ketë nevojë për zeqat dhe sadaka. Gjithashtu transmetohet prej pejgamberit alayhis salam se zemrat në atë kohë do të jenë të pastërta nga urrejtja, zilia, xhelozia ndaj njëri tjetrit. Kafshët e egra do të bëhen të buta. Fëmijët do të luajnë me kafshët e egra, me luan, me gjerprin e kështu me radhë, dhe nuk do të jetë rrezik. Toka do të bëhen pjellore si në kohën e Ademit alayhis salam. Një kalavesh rrushi ose një shek do të mjaftoj për një grup të madh të njerëzve. Qumshti një deveje do të mjaftoj për një grup të madh të njerëzve. Do të mbretëroj paqe dhe harmoni globale, luftrat do të pushojnë. Dhe kjo është pra si hadithit të Nawasit ibn Sam'an, pra tek Imam Muslimi, gjithashtu tek Ibn Majah. Fund të nderuar vëllezër, pastaj transmetohet se në disa prej haditheve tregojnë se Isa alayhis salam do të martohet, do të ketë fëmijë dhe do të qëndroj për një periudhë pra pas martesës së tij edhe 19 vjet të tjera. Mirë po, Ibn Kathir në librin e tij Al-Bidaya wa Nihaya thotë se Isa alayhis salam do të jetojë dhe do të vdesë si çdo njeri në fund të kohës, por nuk e ka përmendur martesën. Gjithashtu Ibn Kathir thotë se Isa alayhis salam pra nuk e ka përmendur martesën. Ai do të jetojë sipas shariatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Kurtubiu thotë se nuk ka ndonjë transmetim të besueshëm për martesën e Isës alayhis salam. Martesa dhe fëmijët nuk janë pjesë e misionit të Isës alayhis salam kur do të kthehet. Fokus do të jetë pra pastrimi i fesë nga idhujtaria. Dhe pastaj në fund të nderuar vëllezër besimtarë, ajo që transmetohet është se Isa alayhis salam do të jetojë në tokë për rreth 40 vite me radhë, siç është transmetuar tek Abu Daudi. Pas kësaj ai do të vdes me vdekje natyrale. Muslimanët pra do të pastrojnë, do t'ja falin xhenazën dhe ai do të varroset pranë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në disa transmetime. Kurse Ibn Hajeri thotë, vdekja e Isës alayhis salam është pjesë e urdhrit hyjnor. Misioni i tij pasi që të përfundoj, toka të jetë pastruar nga idhujtaria dhe mashtrimet, ai do të varroset në tokë, në disa transmetime do të varroset në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu do të përfundoj pra misioni i Isait alayhis salam. Dhe të nderuar vëllezër, ajo çka dua ta cekë në fund është se ka pasur shumë njerëz që ka pretenduar që janë Isa alayhis salam, të cilët kanë ardhur dhe kanë zbritur pra dhe kanë ardhur si shenjë e kiametit. Prej këtyre më të njohurve në kohën bashkëkohore është Mirza Ahmed Mirza Gulami nga Kadianit, i cili të nderuar vëllezër pretendoi se është Mesihu i premtuar ose Mehdiu, por sipas Islamit ai nuk i ka mbushur asnjë prej kushteve të vërteta dhe asesi pra nuk i besohet atij dhe është prej gënjeshtarëve, sepse me hadithe spari ai do të jetë Isa i biri Merjemës, do të zbres nga qielli, ju të linë në tokë, do të vijë pas shfaqjes së Mehdiut dhe Dejjallit, të cilat pra nuk janë prezente sot, do të zbres te minarja e bardhë në Damas, kurse ky është dikun tjetër, do të vras Dejjallin në portën e Ludit, do të përballet me Yejujët dhe Mejujët, do ta thyej kryqin, do t'i përfundoj krishterimin, hebrejt dhe krishterët do ta besojnë para vdekjes së tyre, do ta shfuqizoj derën dhe xhezjen, luftrat do të pushojnë, pasuria do të jetë e bollshme, kafshët do të bëhen të buta e shumë cilësi të tjera pra të cilat neve i cekëm më herët. Andaj pretendimi i tij apo i njerëzve të tjerë se janë Mesihu i vërtetë i premtuar janë gënjeshtra dhe nuk duhet besuar ato. Andaj kështu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, përfundon tregimi i Isës alayhis salam birit të Merjemës, ku kemi të flasim fuqishëm për të, për arsye se kanë pasur shumë devijime pra në
figurën e tij, shumë besime dhe besitni të papranuara nga ana e Allahut subhanahu wa taala, të cilat vazhdojnë edhe ditët e sotme të devijojnë vazhdimisht. Për këtë arsye ka qenë nevojshme dhe është nevojshme që muslimanët ta mësojnë historikun e Isës a.s. i cili ka qenë musliman dhe pasues të tij deri në një periudhë caktuar kanë qenë musliman të vërtet, por pastaj erdhën gjenerata të reja që devijuan pra Injilin e vërtet që i zbriti Isës a.s. e devijuan fenë e tij, e rizgjuan Trinitetin, pra e shpikën Trinitetin, duke konsideruar Isën a.s. bir të Zotit, pra dhe të njëjtën kohë edhe Zot. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, këto janë devijime të cilat nuk e pranon feja jon islame, dhe Allah azza wa jalla thal laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha, dhe ata kanë mohuar të cilët thanë se Zoti është pra një i treti, pra që e besuan Trinitetin. Andaj Islami është i pastërt nga këto pretendime dhe Isa a.s. do të zbres për të thyer dhe për të rrëzuar këto pretendime të cilat kanë qenë me shekuj, pra e njerëzit janë në një devijim të qartë nëse e ndjekën pra këtë lloj besimi. Andaj e lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na mësoj të takohemi në xhenet me Isën a.s. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mësoj të takohemi në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të mësojmë nga këto histori në jetën tonë të përditshme, ta përmirësojmë besimin tonë, të largojmë dyshimet të cilat mund të kemi në jetën tonë, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që në qoftë se na zë njëra prej shenjave të mëdha të kiametit, Allahu të na ruaj nga sprova e madhe dëxhallit, Allahu të na ruaj nga sprovat e tjera të cilat do të vinë. Andaj deri në shenjën tjetër të kiametit me radhë, të cilën do ta elaborojmë së bashku, e lutim Zotin për stabilitet në fenë tonë, e lutim Zotin që të na jap mirësi në jetën e kësaj bote dhe Allah të na shpëtojë në jetën e botës tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.